Poezia e njohur Mimoza Ahmeti ishte e ftuar në panelin e emisionit Trotuar, pjesë e diell në Top Channel, ku komentoi edhe një nga momentet më të përfolura të javëve të fundit në media. Puthje mes Brikenës dhe Mateos, një ngjarje që vetë Mateo e kishte pretenduar si të vërtetë. Ahmeti, duke ndarë me publiku një perspektivë personale mbi situatat e ngjashme, rrëfeu mënyrën se si ajo e percepton një moment të tillë, duke theksuar se puthjet nuk janë gjithmonë aq romantike sa i paraqesin në ekran apo në thashe theme. Por paneli mori një kthes të papritur kur moderatori Iliri Vrenozi e pyeti në mënyrë direkte: "A je puthur ndonjëherë në buzë me kryeministrin Edi Rama?" Poezia u kap pak në befasi dhe qeshi para se të përgjigjej. "Ah, sikur, por nuk ishte." Një përgjigje e thjesht, por që ngjalli të qeshura dhe kuriozitet në studio. Mëtej, Ahmeti ndau një rrëfim shumë personal për puthjen e saj të parë. "Për puthjen kam një variant, thashe themet janë hapur. Herën e parë tregova një histori për një djalë që më donte dhe ju ishit kurioz. Po ai më rëmbeu puthjen ndërkohë që unë nuk isha dakord dhe për më tepër s'më pëlqeu fare. Se ndodh ta rëmbesh, po ndoshta edhe të pëlqen. Unë nuk e konsideroja puthje, ndërsa ai po. Shoku i tij më tha jeni puthur. Unë i thash jo, sepse nuk e konsideroja. Sepse kemi përfytyrimet dhe shijet. Përveç se ma rëmbeu, ishte dhe puthja ime e parë. Unë mbeta pa numër. Kështu që puthja e parë u dogj, isha vetëm 16 vjeçe." Pyetja e Vrenozit vazhdoi me shaka: "Mos më thuaj që je puthur me Edi Ramën." Ahmeti qeshi sërish dhe sqaroi: "Asikur po nuk ishte. Përveç kësaj, më la një shije fizike shumë të keqe. Bleva pastën e parë të dhëmbëve, pastën e dytë. Ishte kaq e pakëndshme, sa që u revoltova. Dikush mund të mendoj që një puthje e parë është magjike, por ndonjëherë realiteti është krejt ndryshe." Rrëfimi i poeteshës nuk ishte vetëm një tregim nostalgjik, por një reflektim mbi pritshmëritë, perceptimet personale dhe eksperienca që ngjallin emocione të papritura, duke treguar se momentet e parë të afeksionit nuk janë gjithmonë siç i përshkruajnë filma dhe media. Publiku në studio duket se e vlerësoi sinqeritetin e Ahmetit dhe mënyrën e saj të hapur për të diskutuar një temë kaq personale, duke e bërë këtë intervistë një nga më të komentuarat e javës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.